Një vend me pozitë gjeografike të mrekullueshme. Në zemër të fshatit Treqak qëndron Kulla e Lirisë, një simbol i dhimbjes, por dhe i qëndresës së popullit shqiptar. Po nëse referohemi lokacioni siç e dini ju tash, jem mbi fshatin Treqak, respektivisht vendit i rreth Gërkovë. Në këtë vend ku jem, në këtë lokacion, në periudhën e lavdishme të ushtrisë kombëtare të Kosovës në vitin 98-99, janë zhvilluar luftime të mëdha në çet pjesë. Dhe është rromja e herojve, është Ahmet Kaçiku, komandanti i brigadës, është Shefket Muhadini në krahun e majt, komandant kompanie, Islam Neziraj, Afrim Syla, dy dëshmuar parafërsisht 300 metra në drejtim tamin ku jem këtu. Shaqir Berisha është në krahun e djathtë, dëshmuar, i vranë me 15 janar, dhe 13 dëshmuar tjerë që janë rënë në betejën e Rëçakut atë ditë, që gjithsej domon është numri i dëshmuarve që është rënë 18 dëshmuar në rreth në çet lokacion ku jem. Parafërsisht me tash më them 500 metra, 1000 metra, 300 metra në mes njëri shoqit, edhe luftime që janë zhvilluar e kemi përzgjedh këtë lokacion që t'i bëjmë ner edhe herojve, edhe luftës së lavdishme të ushtrisë kombëtare të Kosovës, po edhe një fat është që si po shihet edhe vet pozita gjeografike dhurat nga Zoti që e ka bërë të mundshme me marrë një pamje Kullën në këtë lokacion këtu. Pas konsultimeve që kemi bërë të para me Zjadinin, nuk ka shku periudhë gjatë, ishte afër 19 janari i vitit 2017, që konsistoi me ramin e herojit të Kosovës Ahmet Kaçiku. Ishte dita e ramës së tij dhe ne vendosëm që me 19 janar në mënyrë simbolike, edhe pse ishin kushtet ekstreme të ftofta, po në mënyrë simbolike të vendosim një gur themel. Dhe ishte një numër konsideroj shumë i madh, disa qindra njerëz që ishin pjesëmarrës në gur themelin e kësaj me 19 janar të vitit 2017. Në shikim të parë të bie në sy shqiponja që vëzhgon terrenin, një element simbolik që jep ndërtesës një peshë të veçantë. Po të them të drejtën, o kanë ide e disa shokëve tonë që na kanë ndihmu, disa shokë tonë kanë marrë iniciativë, kanë pas shef ata pe vetë diçka me bën, disa shokë tonë çtimës, që të cilët janë edhe matri në mosh, po edhe punojnë në institucione, dikush profesorë, dikush në komunë, ata kanë marrë iniciativë edhe në bashkëpunim me mua e me Lulën, thanë dojna na po kem çef diçka me bën, janë shkuar kanë përgatit, shqiponin skulptor është që ka punu, është përparim Behlulin nga Ferizaj, i cili ka punu, ndërsa ideja është e disa shokëve tonë, siç e theka, për me bëu diçka me vendosur. Ka do me thoni sepse ne shqiponin dy krenare në për shumë vena kemi pa. Mirë, po kjo e ka pak më të veçantë se ka simbolikën tamam sikur shqiponia e ka origjinal, vetë pse është e punuar pe metalit, pe riciklim, domosht kryesisht o kanë material riciklimit, mirë po ata pe kësaj kanë nxjerrë diçka dhe kanë bënë një pamje që vërtet njerëzit që vinë këtu nuk ka kohë që vjen këtu që sa vytën me marr fata me bën. Edhe pse është një ndërtim i ri në çdo aspekt të saj, kjo kullë të kujton arkitekturën tradicionale shqiptare. Jemi mundu si jemi temi kullave të vjetra, edhe realisht jemi të kënaqur sepse të pas parasysh që pe fillimit e kemi udhëheq punën dhe kemi mbikëqyr, nuk kemi lëshu me rrjedh absolut në aspektin e ndërtimit. E ka një përveç që duket, e ka edhe është e punuar në aspektin e forcës, është e punuar shumë fort, sepse është pe temelit, është e punuar me gur dhe për mrena është e veshur me beton dhe ato armaturë hekra, është krejt e forcuar shumë në aspektin e forcës, të gjitha kriteret i plotson, në aspektin e dukjes e ka marrë vlerësimin edhe për njerëzve tjerë, po edhe na jemi të kënaqur. Dera e kësaj kulle, ashtu siç ka qenë zakon ndër brezat tek shqiptarët, është gjithmonë e hapur për vizitorë. Pra, siç e pat, ndërtimin e jashtëm, kulla është 2 kaçe. Ne momentalisht jemi në katin e parë, i cili ka siç po shihet edhe përmes syrit të kamerës, e ka një ekspozit që kemi punuar në atë kohë. Jemi munduar me përzgjedh më të mirën të mundshme, me u bën nder herojve, dëshmuarve dhe martirëve të kombit të cilët u flijuan për lirinë e Kosovës, dhe nëse referohemi këtyne fatave, i kemi përzgjedh edhe kemi bashkëpunuar me shoqatat e familjeve të dëshmuarve, kemi mbledh fakte, dhëna, fotografi dhe siç po shihen këtu, ne për me
qytetarë për me orë me po ma letë, i kemi ndonë në komuna. Kryesisht ky ballë që shihet këtu janë dëshmorët e zonës operative të Nerodhimës, duke filluar nga Hana e Lezit, Kaçaniku, Ferizoj, Shtimja dhe Lipjani. Si territor i zonës operative të Nerodhimës janë të gjithë këta dëshmorë që kanë dhënë jetën në periudhën e lavdishme të ushtrisë të Kosovës 98-99. Mbrapa meje, atje ku shihet është një pjesë e herojve në krye me komandant Komanovën, Emir Alushanin e shumë dëshmorë tjerë, të cilët kanë pas bashkëpunim të ngushtë në aspektet operative luftarake me zonën operative të Nerodhimës dhe një pjesë tjetër herojve ndërbreza, që kemi dashur mi nderu dhe mi bën erë edhe herojve ndërbreza sepse janë trashëgimtarë, domthonë paraardhësit tonë, të cilët na kanë mësuar, na kanë tradhtit rrugën e atë dashurisë. Po për fat të keq, si shihet edhe përmes syve të kamerës, atë bollë që kumlon është madh, nuk kem pak mungesë të dhonave, sa është periudhë kogja e hershme dhe dikush pe familjarëve nuk po ka shembull fotografie, po nuk po ka dhona sa duhet, po gradualisht tu shku të i plotsu, po shkojmë të i plotsu, çish po mund me gjetë fotografi, po vim edhe pe vendosmi. Ndërsa në pjesën para meje drejt këtu, me tekst të veçantë e kemi ndarë një pjesë për ngjarjen tragjike që ka ndodhur 15 janarit në fshatin Reshak, domon të gjithë martyrët dhe të gjithë ato ngjarjet kryesore jemi munduar me i përshkru. Shka është e rëndësishme për shikuesit e juaj të Radio Televizionit Kosovës, është e rëndësishme shumë, unë sa herë ju shpjegoj njerëzve, mosafirëve këtu, ju them fillimisht lexoni titullin që do të them. Martyrët e kombit nga fshati Reshak, të flejuar me 15 janar 1999, varrosur me 11 shkurt 1999, që i bjen. As zakoni njerëzor, as zakoni fetar nuk e parashe, ashtu me mbet kufuma, pa 4 ditë, 1 muaj mbjellej. Ka nejt mbjellej për shkaqe të asaj që okupatori jonë sërb i pat marrë me dhunë, kënë se mi u bo abduksioni, më thotë gjë ndryshme, po si të që tjetë, ka nejt 26 ditë mbjellej pa varros. Me 11 shkurt të vitit 99 është kryer ceremonia e varrimit në ndërhyrjen apo në marrëveshjen e faktorëve ndërkombëtar kryesisht, domthonë ishin atku ose veja që veprante. Edhe është bën tani atku ceremonia. Dhe krejt kjo shka shihet këtu domthonë që në pika shkurta që mundova me spjegu, është një ekspozit e cila ekspozit 24 orë është dera hapur për vizitor. Nëpërmjet dëshmive dhe kujtimeve, në këtë vend rrëfehet historia e atyre ditëve të errta, por edhe mesazhi i përhershëm që kulla e lirisë përcjell, kujtesë, respekt dhe vendosshmëria për të mos harruar kurrë. Edhe përmes mediumit juaj, normal edhe një baj thirrje familjeve patriotike adetare që kanë pas të kaluar të hidhur me paraardhësit e tyre, me baballarët, me xhaxhallarët, me gjëshrit e tyre, të mi sjellin mu faktet, fotografitë, shembull edhe dhonat në periudhat e hershme. Na kemi dëshmuar këtu po shihet pe periudhës me Cekolit, Sef Kosharës, e shumë i Lazar Shakut, e shumë fotografi, domthonë fakte tjera të herojve të hershëm, të cilët gradualisht i kemi grumbulluar dhe dëshira jonë domthonë është që sa më shumë të mbledhmi fakte për të kaluar, jo vetëm për periudhën e lavdishme të ushtrisë tonë, po edhe më hershme të kemi fakte sepse i bëjmë nerë vetvetes, i bëjmë nerë këtyre dëshmorëve, po i bëjmë nerë edhe brezave që vinë, që e shohin që populli shqiptar nuk ka vujt vesh vitit 90-ta, po ka vujt historikisht. Dhe ka kulmu me ushtrinë qëllimtare të Kosovës, që sot e pak kjo liri, sot që pegzojmë, është për tyne. Sa i përket ekspozitës, ata kena bo bashkë me Dullën, kena punu në drejtim, i kena mbledh gjithë ato fotografi, e për pjesën e udës, në kanë nimu shuk të shumë, në kanë prung shumë sene, që tash edhe shihen përmes kamerës, gjitha janë që kanë prung shuk të këto edhe i kanë lënë si shajmur unë në kullë. A më tregon për veturën që është jashtë? Po vetura është e heroit Ahmet Kaçikut, e kena prung këto bashkë me Dullën edhe e kena ekspozuar aty. Është origjinale? Origjinale e tina. Po. A ju bën përshtypje vizitorëve kur të vinë? Shumë ju bën. Ka për shembull
njerëz që shumë morrin foto aty. Nashta edhe që zbojnë kull, po aty pa marrë foto nuk e lanë. Kulla e Liris nuk është vetëm një vend homazhi. Ajo është një mësim për brezat, një thirrje që kujtesa të mbetet e gjallë. Pra tash jemi në katin e dytë të kullës, siç po shihet është një dhëm apo një odë që e kanë quajtur në të kaluarën, e cila në të kaluarën ne e dimë si popull që në mungesë të institucioneve, odët apo kullat apo këto monumente kanë pas një rëndësi të veçantë, sepse kryesisht vendimet e mëdha për kombin tonë janë mirë nëpër këto oda. Dhe ne të pas parasysh që atë kalume të lavdishme të këtyre monumenteve e kemi përzgjedhur, e kemi restauruar në formën e objekteve të vjetra edhe këtë odë këtu, e cila i plotson kriteret për një numër bukur të madh të njerëzve. Dhe kryesisht pe periudhës që është të bën përrimi i kullës, e kemi përdorur për raste të veçanta. Kur them për raste të veçanta, i referohem asaj që kemi përvjetore të dëshmorëve, kemi përvjetore të martirëve, kemi ngjarje të rëndësishme të aspektit kombëtar, po edhe një tekst të veçantë, më thonë lirisht në 90% e estradës të Kosovës kanë realizuar xhirime dhe kanë realizuar spote të ndryshme të këngëve të herojve dhe të dëshmorëve e martirëve të ndryshëm që kanë dhënë jetën brez pas brezi, pikërisht në këtë udhë, këtu janë realizuar shumë ngjarje. Mirë po, me që jem duke folë për rëndësinë e odës dhe duke folë për këto ngjarje që janë realizuar në këtë objekt, unë kisha me nda një ngjarje të veçantë që në vitin 2019, kur Parlamenti i Republikës Kosovës ka miratuar ligjin për formimin e ushtrisë Kosovës, për ne është një ndjenjë e veçantë, edhe si projektues apo si udhëhes të kullës, po edhe si banor të Reçakut, që shtabi i përgjithshëm i ushtrisë Kosovës manifestimin qendror e ka realizuar në këtë kullë. Dhe ajo ngjarje për ne do të mbetet një ngjarje me rëndësi të veçantë, edhe në të ardhmen me idenë tem do t'i ndojmë disa pjesë të fotove të ekspozojmë në katin e parë të ekspozitës atje, që të jetë kujtim për gjeneratët e ardhshme që formimi i ushtrisë Kosovës manifestimin qendror e ka realizuar pikërisht në këtë objekt ku jemi këtu në katin e dytë të kullës së Lirisë në Reçak. Shumë këngëtarë të njohur, përmes këngëve të tyre patriotike, promovojnë trashëgiminë e vendit. E njëra ndër to është Valbona Krasniqi, këngëtare me zë të mrekullueshëm, që me plot bindje mund të thuhet se është pasardhëse atyre që kontribuan në ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore. Ashtu pra kohëve të fundit unë kam lancuar këngën Krenari Kombëtare, domethënë nuk ka kon rastësi kjo, unë kam pas qysh moti ëndër, do të thotë me realizuar një këngë të tillë që do ta përfaqësonte ushtrinë shqiptare në mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe duke biseduar me Frashë Racaj, domethënë rash në kontakt me Lula Zhbrigja, tekstshkruesi i këngës pra Krenari Kombëtare, më propozoi këtë tekst, më pëlqej dhe vazhdova domethënë ta punoj. Mendoj që është një këngë shumë e bukur, pastaj është me rëndësi të madhe. Pastaj kemi vendosur, domethënë pasi është kryer kënga, kemi vendosur për me bë xhirim një videoklip i cili mirëpo mendonim vendin se ku do ta gjenim për me bë tamam çysh është teksti dhe çysh është kënga, diçka që do të shkonte me të vërtetë këngës. Vendosëm ta bëjmë në Reçak, për shkak se këtu është një vend historik, domethënë,
dhe vend ku ka pas shumë dëshmorë. Vërtet, ne pikë spori u jena mirë njës, që e kam fjallë estradës, u jena mirë njës, që ju kanë kënu herajve, ju kanë kënu martirëve, ju kanë kënu në gjarive të rëndësishme kombëtare, e në theks të veçantë gjarive të lavdishme të ushtërisë shëndetare të Kosovës. Po nëse referohemi edhe kullës së lirisë, këtë rast, apo së trashëgimisë kulturore, ne me theks të veçantë po flasmi për kullën, vërtet ja kanë ngrit namin shumë, sepse tash të kanë bot vetën edhe rrjetet sociale, se çdo këngëtar që është ardhur, unë e po ta fatin para 3 dite me realizu një spot me këngëtarin Mahmud Ferati shembull, Shkurte Feza ishte para pak dite, kanë realizu një spot këtu. Ata tash pi postojnë shembull në rrjetet e tyre sociale, e ka bën një punë madhështore e kanë ngrit namin edhe kullës së lirisë, po nikosisht edhe herojve, padyshim, po edhe kullën së lirisë me theks veçantë sepse janë figura që kanë personalitet, kanë emën të madh në popullin tonë dhe padyshim që edhe këtyne artefakteve që i kemi këtu i kanë bën emën edhe i kanë bën namin. Për Valbonën kjo nuk është vetëm kënaqësi, por është edhe një përgjegjësi e madhe për artistët që mbajnë gjallë traditën dhe historinë. Sepse të parët tanë, domethënë, përkundër situatës, gjendjes që kanë pas, domethënë nuk kanë të lirë, janë maltretuar në mënyra të ndryshme, ata kanë vazhduar domethënë përmes këngës me transmetu historinë e popullit shqiptar. Mirë po, mendoj që tashti, nëse ata në atë gjendje, domethënë nuk janë dalur, atëherë pse ne mos vazhdojmë kur tani jemi në Kosovën e lirë dhe kemi drejt të gëzojmë, të festojmë gjitha të lirë, domethënë. Edhe është me rëndësi që edhe ne të kontribuojmë sa do pak që breza ftri t'ju tregojmë historinë përmes këngës. Mendoj që është pak përgjegjësi, por më shumë krenari është, sepse kur kujton rënjet tua, kur kujton gjithë historinë, kur kujton gjithë ato mundime, maltretime të familjes, të familjarëve, pa marrë parasysh gjithë populli kanë pas, por sidomos këta kanë gjithmonë shënjestër për shkak të asaj që kanë treguar popull e kanë bardhë, domethënë, e kanë ruajtur historinë. Edhe unë mendoj se është shumë një krenari e madhe që tashti ne vazhdojmë rrugën e tyre. A është mirë e mirë këtë? Patjetër që po, mendoj se të gjithë duhet ta bëjnë një gjë të tillë. Të gjithë ata që kanë mundësinë, pse mos ta bëjnë? A u prit mirë kënga? Mendoj që po, është prit mirë, por na duhet edhe pak më shumë të mos hezitojmë kur e dim që është një vlerë e cila meriton me mbështet, duhet pak më shumë të jemi më përkrahës. Në shumicën e rasteve, vende kaq të rëndësishme me vlerë historike ndërtohen nga njerëz që kanë kontribuar në çdo periudhë të historisë së vendit të tyre. Po unë bashkë me Dollën, pas shumë projekteve që kena bon për dëshmërë, ideja unë e jonë me bon edhe një kullë për dëshmërët e zonës operative të Neredimës, edhe unë si vëllai dëshmërit, normal që ju kom bashkan gjitë më njëherë, se edhe lokacioni ka që peshë, se kam vëllavën të vërën këtu, mesin e këtyne dëshmërëve shka janë, edhe bashkë kena punu, do më thonë edhe është konë një knatësi e veçatë, me punu bashkë me Dollën me dikan që të përnin për smari, edhe në normal që e kena pas pak ma letë, se kena pas si vëdhec ato edhe. Po keni pas ndihmë edhe për njerëzve. Po edhe për njerëzve shumë. Po. Kanë bën atlet, po besoj. Shumë atlet na kanë bën, edhe tash normal që nina vetin krenar që kena mujt me bën këtë kullë. Na gëzon fakti që shumë vizitorë vinë. Kur vim këtu me familje i shohim vizitorët këtu na ban munimi. Realisht ideja ishte e imja dhe e një bashk adetarit tonë nga fshati Reçak, Zjadin Jakupi, i cili ishte edhe kohën e luftës, ishte ushtari i ushtrisë shëndetare të Kosovës, po tash është mërgjimtar. Në bisede sipër të bisedu për këtë lokacion respektivisht, ka lind ideja që ndërtojmë një kullë. Dhe pasi që idejen tonë e kemi bën realitet, kemi fillu aktivitetet, neve na ka bashkangjit të në mund ekip, mu ka bashkangjit Lulzim Neziraj, edhe Hysni Rexhepi si ekipe udhëheqës, ndërsa Zjadini ka bashkangjit në aspektin e financave vllai i tij Shefidi, po nikosisht na ka bashkangjit edhe një numër i madh i njerëzve të vullnetit mirë që na kanë ndihmuar në ndërtimin e
e Kullës. Reçaku sot është një vend homazhi dhe reflektimi, një hapësirë që flet për sakrificën edhe për rrugën drejt lirisë së Kosovës.